Përshëndetje miq, mirë se ritakojmë sërish në emisionin e përjavshëm Gratë në kohën e Profetit Muhammed alayhis salam. Do të jemi sot me një personazh tjetër të rëndësishëm në historinë islame dhe në historinë e besimtarëve të parë. Do të flasim për një zonjë, për një femër e cila dallohet për guximin e saj, për fizikërinë e saj, për bujarinë e saj. Edhe është pikërisht Esma e bija e Ebu Bekrit. Një vajzë e rritur po themi nga një baba pasanik, biznesmen, i cili më pas do të ishte edhe prisi i parë i besimtarëve mbas Muhamedit alayhis salam, e cila reflekton shpesh të kundërtën, reflekton modestinë, thjeshtësinë, njeriu punëtor, njeriu pa lajka, njeriu po themi me guxim dhe me qëndrueshmëri. Për të njohur më tepër mbi historinë e Esmas, do të kemi sot shpjegimet e hoxhës nderuar Profesor Ferit Pikur. Profesor Misevini. Ju gjetëm, faleminderit i lirë. Profesor, siç thuhet, Esmaja ka qenë një vajzë e cila është spikatur për guximin e saj që në po themi rininë e saj. Cili është momenti më kulminant në këtë aspekt? Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit mëshirues, mëshirbërës, mëshirplot. Ne po flasim për gratë në kohën e Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Faktikisht kemi shumë personalitete, shumë figura të cilat na tregojnë se mbi cilat themele u vendos besimi islam, mbi cilat supe u ngrit civilizimi islam, na tregojnë siç ka shembuj burrash, por e interesante që ka shumë shembuj grash, gra të mençura, gra trime, trimresha, burnesha, si më atë termi që përdorim ne sot, po ashtu gra shumë dietare, gra që kanë qenë shumë aktive, nuk kanë qenë pasive, për të na treguar pikërisht që ata që e mbajtën këtë besim, këtë fe, ishin edhe burrat edhe gratë, dhe madje shpeshherë gratë kanë luajtur rol edhe më vendimtar se sa që kanë luajtur burrat. Kemi folur për disa prej këtyre personaliteteve. Sot do flasim për Esman, vajzën e Ebu Bekrit, Zoti qoftë i kënaqur me të edhe me babain e saj. Esma është e veçantë sepse thonë është njeriu që në 4 breza janë sahabi. Ajo është nga sahabët e Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, djali i saj Abdullahi është nga sahabët e Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, babai i saj është shoku më i afërt i Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është Ebu Bekri, por edhe gjyshi i saj bëhet musliman dhe bëhet sahabi përpara se të ndrojë jetë. Prandaj që nga gjyshi deri tek fëmia i saj, e gjithë zinxhiri, domethënë janë prej sahabeve, dhe këto e tregojnë si një nga ato po themi mirësi dhe dhurata që Zoti ja ka dhënë Esmas. Ka patur dhe jetë të gjatë, mos gaboj, dhe ka qenë një dëshimtare e gjatë, asaj se çfarë ka ndodhur me Ebu Bekrin, me babain e saj, por se edhe me Profetin Muhammed alayhis salam. Ajo mendohet të ketë jetuar rreth 100 vjeç, dhe thonë që kur thjesht nuk ka patur shikimin, por mendjen e ka patur, domethënë të pastër, madje thonë nuk i ka rasi dhëm prej goje. Ka patur është nga të fundit e muhaxhirëve që kanë ndruar jetë, pra një jetë kaq e gjatë, e cila ka dëshmuar për fisnikëri, për trimëri, për vendosmëri deri në momentet e fundit, pasi do flasim pak më vonë për sprovën dhe sfidën e madhe në të cilën kalon Esma. Esma, Zoti qoftë i kënaqur me të, është shembulli i pikërisht këtij brezi i cili sakrifikon çdo gjë për besimin. Siç e përmend edhe pse ajo ishte vajza e një personi që kishte pasuri, ishte biznesmen, Ebu Bekri ishte tregtar dhe kishte pasuri, por për hir të këtij besimi ata i lanë dhe i dhanë të gjitha, dhe me kënaqësinë më të madhe. Dhe paradoksi është që ajo bën një jetë shumë të thjeshtë dhe vazhdon të bëjë një jetë shumë të thjeshtë, shpeshherë jetë thjesht, po ajo ka bërë jetë të shumë të sforcuar, jetë me vështirësi shumë të mëdha ekonomike, edhe pasi shkon tek po themi mbasi martohet me Zubair ibn Awamin, jeta e saj është jetë shumë e vështirë, por nga fillimi deri në fund Esma është ajo burrnesh, është ajo trimresh, ajo e vendosur, ajo besimtare, e cila i qëndron besnike besimit të saj, parime dhe vlerave të saj deri në fundin e jetës. Tregojnë historitë rreth Esmës, vajzat e Ebu Bekrit dalin në pah, sidomos sepse është nga muslimanët e parë, mendohet të jetë 17 në radhë që është bërë muslimane. Numri 17, më thonë është numër, po themi, shansi i madh që
tek 20 që e parë, apo tek 50 apo tek 100 që e parë e besimtarëve të parë. Pra kontributi i saj është që në ditë të para të Islamit në farë mënyrë. Ajo është krah për krah, bashkë me burra të tjerë, do të thënë, këto gra janë heroina, janë fisnike, janë gra që mbi zemrat e tyre, mbi supet e tyre, mbi sakrificat e tyre është ngritur i gjithë besimi, është ngritur Islami. Prandaj këto janë të pazëvendësueshme, siç janë muhaxhirët shumë më ndryshe se sa këta që hynë në Islam përpara çlirimit janë ndryshe me ata që hynë në Islam pas çlirimit të Mekës. Po brezi i parë, këta të parë të fare në numër, patjetër që janë cilësi e veçantë dhe janë vlerë që nuk krahasohet me asnjë lloj vlere tjetër. Ndërkohë Esma jo vetëm që ka qenë e guximshme, por ka qenë edhe mpret, pasi ka qenë i vetmi person që në momente vështirësie kur Muhamedi alayhis salam dhe Ebu Bekri fillojnë hijretin, ajo ishte edhe pse thuhet që ndoshta ka qenë shtatzan, ngjitej në kodrën theur për t'u dhënë atyre edhe ushqime, porse dhe lajme. Përderisa është nga muslimanët e parë, Esma, Zoti qoftë i kënaqur me të, ka përjetuar të gjitha vojtë dhe sakrificës së periudhës së parë, që dihet që periudha e parë e Islamit është periudha më e vështirë. Edhe ajo i ka kaluar të gjitha këto ngjarje, i ka parë të gjitha këto sakrifica, edhe për këtë pjesë folëm pak. Po e dyta që ajo që bie në sy është zjuarësia, shkatësia e këtyre grave, domethënë, që për treguar që nuk kanë qenë njerëz pasiv, njerëz domethënë inferior, por njerëz që kanë përdorur gjithmonë zjuarësinë dhe mendjen e tyre për të shërbyer besimit që kanë përqafuar. Edhe Esma është prej atyre personave që bie në sy për këtë. Historia e saj, po themi, fillon ose promovohet si figurë në hijretin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dihet që profeti Muhammed alayhis salam hijretin e tij e zgjedh që ta bëjë me Ebu Bekrin, me babain e Esmas. Ai ishte shoqëruesi i udhëtimit më të shenjtë që bëri profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe Ebu Bekri, siç është transmetuar, mori të gjithë pasurinë e tij. Çfarë kishte, çfarë nuk kishte, që gjitha i vendosin në shërbim të hijretit që do të bënte me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë pasanik, ka qenë tregtar, por Ebu Bekri i ka harxuar për herë gjitha. Dallimi i Ebu Bekrit me të gjithë tjerët është se ai s'ka lënë kur gjë. Të gjitha i ka harxuar. Pra shpesh niste nga zero, pra i jepte të gjitha dhe fillon të sërish të pasurinë e tij nga pika zero. Prandaj Ebu Bekri, Zoti qoftë i kënaqur me të, është i pazëvendësueshëm. Prandaj profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam para se të ndrojë jetë me një mallëngjim dhe me lot në sy, tha, secilit prej jush me një formë një tjetër jam munduar t'ia shpërblej, përveç Ebu Bekrit kur s'ka arritur t'ia shpërblej. Shpresoj që shpërblimi i tij të jetë tek Zoti. Ai dhe familja e tij, edhe familja e Ebu Bekrit, është familja që ka dhënë çdo gjë për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe mendohet që Ebu Bekri mori gjithë pasurinë që kishte. Në atë kohë gjyshi i Esmës, babai i Ebu Bekrit, nuk ishte besimtar. Dhe ishte ajo ideja që kush është bërë musliman është çmendur, nuk është në rregull, dhe tha u çmend, tha edhe babai juaj, i tha Esmës, tha le tha që iku vetë, tha po mori dhe gjithë pasurinë me vete, tha ju ka lënë për bukë të gojës. Ajo i tha o gjysh, tha nuk na ka lënë shumë. Faktikisht nuk kishte lënë asgjë Ebu Bekri, kishte marrë çdo gjë, kishte marrë për udhimin e hijretit. Ajo mori disa gur, i mbuloi me një copë në atë vend ku zakonisht mbashin pasuritë, tip po themi vrimen, mur apo një tip grope. Vendosi disa gura lec, i mbuloi me një copë, nga që Ebu Kuhafa nuk shihte, gjyshi sa nuk shihte, ja mori dorë dhe vendosi sipër, shiko sa na ka lënë. Po mirë, tha, të paktën nuk pas ka lënë diçka, sepse nuk donte ta tremte dhe gjyshin e saj. Pra imagjino një vajzë e re e cila rritet dhe me krenari, më thënë, është krenare për atë veprim që ka bërë babai i saj. Është shumë krenare për këtë, por edhe pjesa tjetër e zgjuarësisë që bie në sy. E dyta që e tregojnë, ajo ka, po themi, meriton atë gruaja e dy brezave, ose pronarja e dy brezave. Gratë gjithmonë mbanin një brez që e lidhnin në mes, edhe kjo është, po themi, traditë e trashëguar brez pas brezi, kohë pas kohë, deri në ditët e vona, kemi parë gratë. Edhe gratë e Mekës mbanin një brez të tillë. Kur erdhi momenti që do të bënte gati ushqimin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, rrobat që do të merrnin në udhtim, ai nuk gjeti me çfarë t'i lidhë ato.
dhe grisi brezin e saj, ndau në dy pjesë, një pjesë lidhi për vete, një pjesën tjetër lidhi po themi furnizimin që do të merrin me vete. Dhe aty e quajti profeti alayhis salam gruaja e dy brezave. Kjo është pseudonimi dhatu nitaqaini quhet në arabisht, ajo e zonja e dy brezave. Njihet Esma për këtë pseudonim, askush tjetër përveç saj nuk e ka këtë, por pjesa tjetër që është e sakrificës është sepse siç transmeton vetë ajo, 3 ditë masi doli profeti alayhis salam dhe Abu Bekri, ta nuk dinin asnjë gjë se ku është, çfarë drejtimi ka marrë, i kanë kapur apo si kanë kapur. Në këtë moment, sapo u mor vesh lajmi që Muhamedi dhe Abu Bekri kanë dalë nga Mekka, Ebu Xehli erdhi menjëherë tek shtëpia e Abu Bekrit dhe pyeti ku është, doli Esma, ajo ishte fëmia më e madh, dhe pyeti ku është babai yt. Ajo tha unë nuk e di. Edhe ai nga zemrimi, nga mlefi që kishte, po themi, mbledhur, bëri atë që rrallë bënin, po themi, burrat, sidomos paria. Nga zemrimi dhe inati e goditi fort atë. Esma e goditi fort derisa asaj ju kput vathi dhe i ra në tokë dhe vetë urrëzua në tokë. Pra kjo është treguesi që ata ishin, po themi, të dorëzuar moralisht, më thënë, nuk kishin çfarë të bënin përballë këtij profeti, përballë këtyre muslimanëve, thjesht ishte hakmarrja, ishte zemrimi, mlefi që çoi derisa të goditen edhe fëmijët, edhe vajzat. Prapa ajo nuk tregoi. Prandaj tham, kjo është brez i cili ka provuar të gjitha në supet e veta, të gjitha llojet e sakrificës. Por sakrificë më e madhe se sa këto që përmendëm që tregohet për Esmën është sa kur u mor vesh ku është profeti Muhammed alayhis salam dhe u mor vesh nga një poezi që e tha dikush për njerëzve me ato format figurative, ajo kuptoi që ku është fshehur profeti alayhis salam dhe Abu Bekri. E kuptojnë çfarë vendi janë. Pra, lajmi erdhi në formë poezie, në formë poetike që mos e kuptonin njerëzit të tjerë, ajo e kuptoi ku është, edhe shkonte për çdo ditë, edhe pse ishte shtatzan, mendohej që ka qenë shtatzan në muajt e fundit me djalin e saj Abdullahin, shkonte duke u maskuar, u larguar prej njerëzve, duke mos e parë askush, shikonte gjithmonë nëse ka ndonjë person që e ndjek dhe u çonte ushqim në shpellë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe babait të saj Abu Bekrit. Pra, po ti mbledhesh vetëm këto pjesë të sakrificave, ti del në pah një person i cili është tamam është trimresh, është shumë besimtar, është shumë e zgjuar, por që ka dhe sakrifica të jashtëzakonshme. Ndërkohë, ajo spikat në një farë mënyrë edhe me thjeshtësinë e saj, pra duket sikur në çdo virtyt është e veçantë. Kryesisht vajzat e tregtarëve natyrshëm po themi kanë jetë pak më të përkdhelur, pak më ambicioze. Edhe në Mekë nuk mungonin edhe djemtë të tregtarëve. Ndërkohë ajo martohet me një djalë i cili ishte shumë i thjeshtë nga ana ekonomike, po me sa duket ishte shumë i pasur nga ana, po themi, shpirtërore dhe vlerore. Si është historia e familjes saj dhe martesës saj? Po, përpara se të kaloj tek martesa e saj me Zubair ibn Awamin, ajo që desha të tërheq pak vëmendjen janë marrëdhëniet shpeshherë mes babait dhe vajzës, sidomos vajzës së madhe. Po shikojmë Abu Bekri ka shumë besim tek vajza e tij, e ka rritur atë me fisnikëri, me shumë sakrifica por nuk e ka lënë të bëhet as dembele, as njëri që kërkon luksin, kërkon standarde e tesës. E thënë ndryshe, Esma është shoqja më afërt e babait të saj. Duket sikur ai besonte jetën e tij, i kishte besuar dhe besimin e tij. Pra edhe të pejgamberit sallallahu, se përderisa e pranonte që të hynte të dilte në kohën e arratisë së tyre, do thotë që besonte edhe të zgjuarësia e saj. Është shumë e drejtë. Do thonë nëse flasim për këtë dyshe profetit Muhammed alayhis salam dhe Abu Bekrin, sidomos në këtë lloj konteksti të sakrificash, e treta ishte Esmaja. Ajo që dinte ku janë, çfarë nevoje kanë, ajo që ishte pjesë e ekipit, e grupit që mundoi të shpërndante, po themi, që të mos merrë vesh informacioni. Ai është, po themi, personi i tretë më i rëndësishëm për këtë lloj ekipi që prandaj është shumë interesante marrëdhënia se si ka ndërtuar marrëdhëniet Abu Bekri me Esman. Ajo nuk është as pak pishman pse po bën këtë jetë vështirë, thash, si babai i saj, edhe ajo të gjithë pasurinë e saj, dhe kjo ka vazhduar të jetë traditë e Esmas deri në vdekjen e saj.
ajo nuk e mbante asnjëherë. Tamam si babai i saj. Ebu Bekri nuk mbante asnjëherë pasuri. Edhe kur e jepte të gjithën. Nuk bënte llogaritë tjera se që ishte normale, domethënë njeriu do të bënte llogaritë e familjes, llogaritë e punës, e nevojave. Po Ebu Bekri çdo gjë e ka dhënë për Zotin dhe për pejgamberin alayhis. Prandaj statusi i tij është i paarritshëm nga askush tjetër. Këtë cilësi e trashëgoi dhe Esma dhe thuhet për të asnjëherë nuk mbante pasurinë në shtëpinë e saj. Pra është një jetë që nuk u kërkua as luksi, as standardi, as mirëqenia, po një jetë kështu që me kënaqësinë më të madhe jepej çdo gjë, pas një lloj pishmallëku. Edhe martesa i erdhi e tillë. Personi që u martua e Zubair ibn Awam ishte shumë i varfër. Nuk kishte mundësi. Ishte pikërisht nga një kategori që nuk kishte përveç se një kal me cilin domethënë kryente nevojat kryesore. Prandaj transmetohet për Esman që ajo ka bërë punët fizike që në përgjithësi i bënin shërbëtorët. Shërbëtorët punonin në fush, po thënë shkonin mbushnin ujë, gatuanin diçka në shtëpi. Sepse edhe në atë kohë gratë që ishin të këtyre familjeve ishin gra fisnike, kishin shërbëtorë që u shërbenin. Dërsa Esma bëri një jetë shumë thjeshtë. Ajo ishte personi që shkonte me deven për të punuar, ishte personi që i shërbente kalit të saj, i shërbente tokës, mas një farë kohë kur ju dha profeti alayhis salam në Medinë. Edhe në Mekë edhe në Medinë jeta e saj vazhdoi të ishte jetë jashtëzakonisht e thjeshtë. Se kur e shihja atë të vinte keq, të vinte gjuna, sepse bënte punë fizike, dha që i përmenda zakonisht i bënin shërbëtorët, por me fisnikrinë e saj, me besimin e saj, nuk u ndi asnjëherë keq për kësaj. Dhe madje tregohet një moment që kur ajo vinte zakonisht mbante bërthamat e hurmave, ato i përdorin për shumë shërbime, zakonisht ushqim për kafshët. Nga që bënte punët e shtëpisë dhe punët e tokës, punë të arës, ajo vinte nga larg, rreth 3-4 kilometra ishte ara e tyre, larg Medinës. Ajo e mbushte atë enën e madhe, po themi, me të bërthamat e hurmave që të shkonte në shtëpi, t'i bluante me gur. Këto ishin punët që bënte Esma, vendoste atë mbi kokë, rreth 3-4 kilometra do të este në këmbë për shkuar në shtëpinë e saj. Punë krahu, punë fizike, punë e lodhshme, punë po themi me djerës, sepse në herë i mësuar të dëgjojmë sikur në atë kohë gratë ishin vetëm ato të cilat ishin anvisa shtëpie, që vetëm prisin po themi bashkëshortë të tyre që vinin nga betejat ose nga punët e vështira, dhe këto thjesht po themi gatuan dhe prisin të performosur brenda shtëpisë. Nuk është e vërtetë. Ka raste ku figura të rëndësishme të historisë islame kanë qenë po aq praktike në punë dhe në angazhim. Edhe shumica e grave ka qenë e tillë, ata si shërbenin në shtëpi, shërbenin bashkëshortëve të tyre, punonin me to në arë, merrnin pjesë në përbeteja, në për luftra, përmenda kanë qenë krah për krah. Realisht Islami është ndërtuar kanë qenë pjesë e gjithë jetës, jo vetëm të një aspekti. Pa dallim. Edhe Esma është specifike në këtë sepse sakrifica dhe mundi i saj ishte shumë më i madh ndoshta se bashkëmoshatarët e saj. Aq më tepër e bija e kujt ishte ajo, ai ishte e bija e Ebu Bekrit, njeriu më të afërt profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Po pse duhet çuditemi nga Esma kur vet Fatimia vajza e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo është person që është lodhur shumë fizikisht. Edhe ajo ka bërë 3-4 punë një herë dhe nuk kishte edhe shërbëtor që ta ndihmonte. Dhe në një udhim moment të tillë, teksa Esma po kthehej nga ara e saj me këtë ngarkesën e madhe mbi kokë, profeti Muhammed alayhis salam e shikon atë, ishte i shoqëruar me disa nga shokët e tij dhe i vjen keq për gjendjen e Esmas. 3-4 kilometra të ecësh në shkretir me një ngarkesë të tillë mbi kokë, dhe transmetohet se profeti alayhis salam ndali devën e tij dhe i tha hyp pas meje në deve. Por asaj erdhi turp dhe ju kujtua xhelozia e bashortit të saj, Zubair ibn Awam ishte xheloz. Ndoshta, më thën pak më xheloz se sa të tjerët. Ju kujtua kjo cilësi e burrit të saj dhe nuk hypi në devën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Profeti ai e kuptoi dhe vazhdoi rrugën e tij. Kur u kthye në shtëpi, ajo i tregoi burrit të saj, Zubairit, tha sot shumë ka ndodhur. Profeti alayhis salam ndali devën dhe tha hyp se pa gjendjen time, lodhjen time. Atëherë aty erdhi zor, Zubairit tha faktikisht më vjen shumë keq dhe zor që ti po detyrohesh të mbash
gjithë të ngarkesë mbi kokën tënde e po lodhesh kaq shumë fizikisht, nuk do të më kapte, nuk kisha fare xhelozi nëse do hypje në devën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Më thënë po mbien zora i pjesa e parë. Më thënë dhe ai e ndjente e kuptonte që nuk po mundet që t'ja lehtësoj jetën bashkëshortës së saj, derisa Ebu Bekri dërgoi një shërbëtor. Pati mundësi dhe i dërgoi një shërbëtor vajzës së tij. Esmës thot kur erdhi ai shërbëtori i cili më bënte një pjesë të punëve, jo gjitha punët, mu duk thot si fitova unë lirin. Sikur isha unë ajo shërbëtoria, sklavja që fitova lirin, aq shumë mu duk se më erdhi një pasuri e jashtëzakonshme. Pra është kemi të bëjmë asnjëherë asnjëherë me ankesa, asnjëherë po themi me vuajtje, asnjëherë po themi me ato thënie që çfarë po heqim, sa po japim, kur po shpëtojmë, kur po mbarojnë këto lodhje dhe këto vuajtje. Përse bëjmë një shkputje shumë të shkurtër dhe rikthehemi sërish kësaj historie, dërmiq, shihem pas pak. Rikthehemi miq në studio, po flasim për Esman, bijen e Bubekrit, edhe pse ajo më vonë po themi u martua dhe pati atë identitetin e vet, sykre familjare dhe po themi si nën, ngeli bija e Bubekrit sepse prej tij trashëgoi ato virtyte, ato morale të cilat vërtet ja ruajtën fisnikërinë dhe e bën po themi të merituar në historinë islame. Për të ndalemi pak tek ai aspekti ku ju përmendët se Esmaja ishte një grua shumë punëtore, madje bënte shpesh punë fizike të lodhshme, pra duke sikur një pjesë të mirë të kohës ishte në terren, duke punuar tokën, duke punuar arën, duke lëvizur, duke shëtitur. Po ndërkohë ishte shumë e vetëdijshme për xhelozinë e burrit vet dhe vazhdimisht e ruante këtë kufi. Sa rëndësishme është që ta ruajmë kufirin aty në mejdan, aty ku po them janë dhe të tjerët. Faktikisht siç e Ceka ka qenë një jetë shumë natyrshme. Gratë kanë qenë aktive në jetën e tyre, që në shtëpi, po ashtu në rrugë, po ashtu në arën e tyre, në betejë. Kjo ishte jeta. Kjo ishte natyrshmëria e jetës, dhe ata ishin për krah burrave të tyre në gjitha aspektet. Thash Esma, Zoti qoftë i kënaqur, dallon nga vujtjet ndoshta më të mëdha, nga mundimi më i madh që ka patur në këtë aspekt. Dhe ai element që përsëri u ndal edhe tërhoqje vëmendjen është pikërisht fisnikëria e saj si njeri, si person, po mbi gjitha ruajtja e fisnikërisë së burrit të saj. Sidomos kur gruaja bashkëshortja ja din disa veçori që mund të ketë bashkëshorti i saj, mundohet që t'ia ruajë. Dhe ana sjelltas, nuk është vetëm gruaja t'ia ruajë burrit disa veçori apo specifika apo meraqi që ka ai, po dhe ana sjelltas, se prandaj quhet çift, prandaj quhet familje, kur ata ruajnë dhe mbulojnë njëri tjetrin. Dhe ajo thot, duke ditur se bashkëshorti im është tip që ka xhelozi, pata frikë se nuk ndihet mirë për kësaj, prandaj se thot ishte shumë e nevojshme që typja në devën e pejgamberit alayhis salam, se përballoja dot, por thot kur më kujtua cilësia e burrit tim, preferova më mirë ta vazhdoj udhimin tim në këmbë, dhe ja thot me çiltërsia ja tregon burrit saj se kështu shumë ka ndodhur sot, edhe ai po themi e vlerëson shumë të prej Esmas. Kjo për të na treguar që nëse jemi familje, jemi çift, dhe duhet dim t'ia ruajmë njëri tjetrit. Edhe kur e dim që ndoshta e ka tepruar po themi një merak caktuar, prap çifti bashkëshorti dhe bashkëshortja duhet dinë që ta ruajnë njëri tjetrin. Më kujtohet i lirë këtu një histori shumë e bukur, ndoshta ka pak lidhje me këto që po flasim. Në një fshat thot ishte një grua, zonjë grua e vjetër, mirë po bashkëshorti i saj ishte po themi ishte i smur dhe kishte edhe probleme po themi mendore. Edhe nuk e pyeste kush. Në familje ai burr nuk është se kishte një autoritet shumë të madh, sepse kishte probleme të tilla, apo ishte një person mirë, po thot kjo grua ishte aq fisnike, i rriti fëmijët e vet, edhe duke u treguar fëmijëve sikur babai është shumë i zgjuar, shumë i mençur, shumë me autoritet, ku faktikisht ai ati nuk është se i kishte këtë lloj cilësish. Thot gjithmonë kur e pyesnin shoqet e veta, atë shkojmë në filan vend për një ngushëllim apo për një dasëm, po një sebeb, ai u thoshte atyre: prisni sa të pyes pak zotin e shtëpisë, sa të pyes burrin, ti tregoj. Ato e dinin, gratë tjera e dinin që kjo nuk e pyet fare burrin, sepse nuk është se ai ishte i smur, domethënë nuk kishte autoritet. Por asnjëherë
nuk u tha atyre që direkt ikim se e kam lejen timen, e kam në xhep, se më thënë, po gjithmonë thoshte ta pyes pak zotin e shtëpisë, ti tregoj se bova ki ndoshta nuk ka qef që të vi. Pra kjo është ajo pikërisht për cilën ne flasim, kur familja, çifti e ruan njëri tjetrin, i ruan edhe ato specifika që mund të kenë, i mbulon dhe ato lloj, po themi, mangësisht, mungesash që natyrisht i ka njeriu. Pra ndonjëherë kur familja i thyen ato ekuilibrat dhe po themi ato aspekte që janë thelbi i marrëdhënies, ajo mund të jetë si formë, po ndoshta e ka shkërmoqur, e ka dëmtuar thelbin e saj dhe praktikisht nuk është më një familje, nuk është më një marrëdhënie burr-grua. Po ndërkohë historia e Esmas është e tillë që kurorzohet me një sfidë shumë të fortë, me një sfidë e cila do të dëshmonte sërish trimërinë e saj dhe fisnikërinë e saj. Djali i saj, Abdullah, u sprovua me një prej tiranëve më të mëdhenj të historisë islame në atë kohë, me Haxhaxhin. Cila ishte qëndresa e saj, cilat ishin këshillat e saj ndaj djalit të saj dhe cila ishte rezistenca e saj ndaj tiranisë. Esma, Zoti qoftë i kënaqur me të, ka jetuar gjatë, përmendëm, mendohet këtë jetuar rreth 100 vjet. Dhe kjo jetë gjatë i ka dhënë asaj, po themi, edhe shansin, po edhe sprovën për të parë ngjarje që kanë qenë të vështira. E dim të gjithë që në fillimin e historisë islame mas vrasjes së Uthmanit radhiyallahu anhu ka patur fitnë, ka patur shumë sprova. Një nga sprovat më të mëdha që i ndodhen, asaj ndodhi me djalin e saj, Abdullah ibn Zuberi u zgjodh si kalif i muslimanëve për zonën e Mekës. Mbi në krahun tjetër zona e Shamit nuk e pranonte atë. Në krahun tjetër të ushtrisë ishte Haxhaxhi ibn Yusuf, që njihet në histori për mizorinë e tij, njëri, po themi, i pamëshirshëm, njëri që e ka njohur historia për gjakatar. I ra për pjesë Esmas që ta shihte, po themi, gjakatarsinë e Haxhaxhit tek djali i saj, tek Abdullah ibn Zuberi. Por ndryshe nga që shbëjnë ndoshta shumë nëna që ju dhimbset fëmia dhe me çdo formë mundohen që ta ruajnë fëmijën e tyre, ajo ishte shumë fisnike, ishte shumë besnike dhe i thoshte: "Ki kujdes, nëse mendon që rruga ku ke hyrë është rrugë e hakut, jeto si burr dhe vdis si burr. Nëse mendon që kjo nuk është rrugë drejt rrugë e hakut, mos merr veten tënde në qafë dhe mos merr njerëzit tjerë." Dhe i thoshte: "Më mirë vdis fisnik me goditje shpate, sesa të vdesësh i përulur dhe i përkëmbur me goditjet e kamzhikut." Prandaj thosh ke kujdes, mos u tërhiq. Por nuk është se e shtynte djalin që ai ishte i verbur, po i thoshte: "Nëse kjo që po bën ti është hak dhe është haku i njerëzve dhe është haku i Zotit, qëndro fisnik deri në fund, mos u tremb." Pra ka qenë familje që për ta e vërteta ka qenë gjë më e rëndësishme. Mbi çdo gjë. Pra nuk negocioni me të vërtetën. Dhe ajo këtë i thot: "Nëse kjo që ti po bën është e vërteta, është e duhura, atëherë nuk ka çmim, po themi, sakrifica për të." Po, edhe thua që Esma pyeste sepse ishin ditë luftimesh, ishin ditë sprovash të mëdha, u rrethua Meka dhe Abdullah ibn Zuberi, siç dihet në fund, ai ekzekutohet në këtë lloj sprove, por thonë që ajo pyeste çdo ditë, nga që nuk shihte, edhe pyeste si është gjendja sot. Në krah të kujt është forca sot? Nëse i thoshin që është në krah të djalit saj, thoshte: "O Zot, bëhet qëndrueshëm në atë rrugë që është e hakut dhe më jep mundësinë të shoh fitoren e tij." Por nëse i thoshin që është në krahun tjetër, thoshte: "O Zot, bëj qëndrueshëm djalin tim dhe bëje që të vdes si burrat." Dhe këtu është prapë interesante, siç ka patur komunikim shumë natyrshëm me Ebu Bekrin, me babain e saj, ka patur shumë komunikim të natyrshëm, ka qenë tamam burrnesh, ka qenë tamam nën fisnike me djalin e saj, me Abdullah ibn Zuberin, dhe her pas here kur takoheshin e pyeste, i thoshte: "Ri, qëndro si burra deri në fund." Thash, ndryshe nga zakonisht bën prindi që do psohet natyrshëm përpara fëmijës vet. Dhe komunikimet janë shumë interesante mes djalit dhe nënës. Abdullah ibn Zuberi i tregon një moment, i thot: "O nën, thot, nuk kam frikë nga vdekja, por kam frikë se masi të më vrasin do ta masakrojnë trupin tim, thot, edhe do ta gjymtojnë atë." Ajo buzëqesh dhe thot: "O bir, thot delja masi pritet, nuk ka problem nëse ja rrjepin lëkurën apo si ja rrepin atë. Mos ki frikë për këtë gjë, se njeriu si dorëzoi shpirtin e tij tek Zoti, trupi nuk ndjen kur gjë. Mos ki frikë për kësaj." Pra shive çfarë guximi, çfarë trimërie, çfarë motivimi që i bën.
i bën ajo djalit saj. Ndërkohë, po kjo përballet me Tiranën që i ekzekuton djalin e saj dhe thuhet që i ka dhënë një përgjigje e cila po themi e ka lënë atë jo thjesht pa fjalë, po ka qenë një mësim pastaj për gjithë brezat. Ka disa ballafaqime me Haxhaxhin. Kjo është për të treguar se çfarë është brezi i parë që e mbajti Islamin bashkë me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të treguar që edhe brezat të tjerë prej tyre kanë dalë çfarë do lloj njerëzish kanë dalë dhe katil, kanë dalë dhe gjekatar, kanë dalë dhe mashtrues. Është natyrshme kjo, po shive brezi Esmas, që është brezi që ka rrit profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe brezi po themi i Haxhaxhit që vjen më vonë. Ajo ka disa ballafaqime. Me kjo burrnesh, kjo luanesh, ka disa ballafaqime me Haxhaxhin, dhe me Haxhaxhin nuk ballafaqohej dot kush. Edhe burrat e asaj kohe, edhe burrat e sahabëve nuk ballafaqoheshin dot, sepse historia e përmend të tillë. Mirë, po ajo u ballafaqua dhe ka disa momente që ja vlen të ndalemi për të treguar atë forcën, besnikrinë e saj deri në momentet e fundit. Njëherë ajo i tha Haxhaxhit, kam dëgjuar që e tallni birin tim duke i thënë biri i asaj që ka 2 breza. Se kështu e tallin ata pjesa e Shamit, Abdullah ibn Zubairin, i biri i asaj që ka lidhur 2 breza. Ato 2 breza tha i kam lidhur për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe për mua tha kjo është fisnikria dhe kjo është sakrifica më e madhe. Që të njihem një histori me gruan që e grisi brezën e saj për të lidhur ushimin e profetit Muhammed alaihi wasallam. Nëse talleni me këtë gjë, vazhdoni. Kjo është e para. E dyta, siç dihet, Abdullah ibn Zubairi varet, ekzekutohet dhe 3 ditë qëndron i varur, nuk e zbresin tokë. Thonë që ajo i çoi fjalë Haxhaxhit, i tha nuk ka ardhur koha që këtij fisniku edhe këtij kalorsi t'i bien këmbët në tokë. Mirë, po ai nuk pranoi që ta zgjidhte dhe ta varroste. Donte që ta mbante akoma që të merrin po themi mësim njerëzit tjerë. Edhe një ballafaqimet përsëri në mes saj dhe Haxhaxhit, Haxhaxhi erdhi dhe i tha, a e petha se çfarë i bëra djalit tënd? E vrava, ekzekutova dhe e kryqëzova, se e kryqëzuan Abdullah ibn Zubairin. Po tha e pash. Edhe tha po unë po të them këtë gjë, tha ti ja shkatrova atij dynjan, kurse ai ta shkatroi ty ahiretin. Ai tha është armiku i Zotit, nuk është besimtar. Kjo tha unë vallahi, tha djalin tim e ka njohur gjithmonë si besimtar, si agjërues ditën, fales namaz natën dhe shumë bamirës dhe shumë e respektuar ndaj nënës së tij. Kush i ka këto cilësi nuk mund të jetë kur prej munafikëve. Ai njeri që agjeron rregullisht, ai njeri që fal namaz natë, dhe ai njeri që e don dhe respekton nënën e tij, kur s'mund të jetë prej munafikëve. Por kaq them, tha, ti ja shkatrove atij ahiretin, por se ai ta ka shkatruar ty dynjan. Kam dëgjuar profetin Muhammed alayhis salam që të thotë që nga fisi juaj do të dali një mashtrues dhe një katil. Mashtruesin e dim, sepse doli dikush që pretendoi profetësinë nga fisi Beni Thaqif, tha e dim gjithë se kush është mashtruesi, pretenduesi i profetësisë, kurse sa i përket katilit tha mendoj që je vetëm ti. Prandaj ki frikë dënimin e Zotit dhe ki frikë prej vetes tënde, prej këtyre që po bën. Është e vetmja që është ballafaquar me Haxhaxhin deri në momentin e mosh të thyer në mënyrë. Ka qenë të paktën siç mendohet, ka qenë rreth 100 vjeç. Është nga të fundit që ka ndruar jetë, dhe masi ju vra djali i saj, por po themi ai vdiq me fisnikëri, vdiq si burrat, nuk shkoi shumë gjatë, mas disa ditëve ndroi jetë dhe vetë Esma. Madje thuhet që Abdullah ibn Zubairi e kish shumë merak dhe i lutej, si thuaç Zotit vetë që Zoti t'ia marrë shpirtin nënës vet përpara se të ndodhin këto ngjarje, sepse ai hamendonte që mund të jetë fundi i tij. E kishte frikë që nëna, domethënë, mos i përjetoi këto ngjarje, por kaderi i Zotit është që Esma i përjetoi të gjitha këto ngjarje, por i përjetoi me atë lloj besimi, me atë lloj qëndrueshmërie që rrallë njerëz mund ta bëjnë. Pra historia mbaroi edhe për Esma i binte Ebu Bekrin dhe për Abdullah ibn Zubairin, por në fund mbeten këto vlera, mbeten këto histori, mbeten kjo qëndrueshmëri për të na treguar gjithmonë se si mund të jetojë njeriu fisnik dhe si mund të vdes fisnik. Pra duket sikur ka qenë shumë të lidhur me po themi hatrin e Zotit dhe shpërblimin e tij. Pra duke qenë të bindur se tek Zoti nuk humbet asgjë, duke qenë të bindur se drejtësia një ditë do të vendoset edhe absolute tek Zoti, duket sikur i shifnin shumë të vogla ato se çka do ndodh. Se ndonjëherë njeriu kur mendon që
do të shkatërrohet jeta, do të shkatërrohet familja, do të shkatërrohet do të shkatërrohen pasardhësit, i jep gjithçka dhe në një mënyrë bën pazar me gjithçka. Po duket sikur ka një qetësi dhe një ftohtësi dhe një impretësi tek Esmaja, sepse e bindur ishte që shumë shpejt do ta gjejë tek Zoti shpërblimin e këtij durimi. Madje jo vetëm tek vetja e saj, po ka pas gjithmonë frikën që djali i saj Abdullah ibn Zuberi, sepse ai ishte po themi në frontin ballor të fitnes, kishte frikë se ai mos luhatet, kishte frikë ai mos tërhiqet. Prandaj po themi i gjithë misioni i saj ishte motivimi dhe mbështetja e djalit të saj që të qëndrojë besnik dhe fisnik deri në momentin e fundit dhe arriti ta shohë diçka të tillë. Profesor, Zoti shpëlef, Zoti faleminderit shumë. Për miq, këto ishin dhe minutat e takimit sotëm, folëm për një histori gati 100 vjeçare e një grue fisnike e cila e nis jetën dhe rinë e saj me sakrificë ndaj Muhamedit a.s. dhe ndaj babait të saj dhe mbyll gjithashtu me sakrificë ndaj umetit islam, ndaj historisë islame, duke martirizuar në mënyrë djalin e saj, duke e këshilluar që të qëndrojë me të vërtetën, sepse e vërteta është thelbi i kësaj shpallje dhe historia e këtij umeti. Le të jetë kjo një histori dhe një ngjarje që na frymëzon të gjithëve, jo vetëm femrat, jo vetëm gratë, por se dhe burrat, pasi ka mësime për gjithë umetin dhe gjithë pasuesit e pejgamberit alayhis salam. Unë falenderoj që na ndoqët dhe miru takosh.